Partia Demokratike do t'i përgjigjet me të gjithë forcën kësaj situate, si me rrugë ligjore, ashtu dhe me protestat fuqishme të ligjshme. Të dashur qytetar dhe qytetare, pavarësisht nga pretendimet e Edi Ramës se nuk ka vend për ndërhyrjen e Delta Forces pasi sipas ti, po kështu thaj, kështu ka shkruar. Pasi sipas ti, Shqipëria nuk është Venezuelë dhe nuk ka naftën e Venezuelës. E vërteta është se Shqipëria në disa aspekte është Venezuelë tipike. Nuk ka rezervat botërore të naftës, por Ramaduro dhe Maduro janë si një pikë ujë të pisë të ndarë në mes. Rama udhëheq kartelet më të fuqishme të kokainës në Europë, kartelin Çopja, kartelin Troplini, kartelin Çela, i heroinës ky i fundit kryesisht. Rama është faktur se një lloj si Ramaduro arreston kundërshtar politik, përdor institucionet për shtypjen e pluralizmit. Edi Rama, një lloj si Ramaduro, i ka familjar, jo vetëm vetë ju dhe i ka familjar të zhytur në drogë. Ai të shoqen ky vllau, Olsin me dokumenta. Rama, një lloj si Ramaduro, ka varfruar shqiptarët në shkallë të pabesueshme. Nga njerëzit më të paguar në vitin 2013 në rajon, janë sot njerëzit më të keq paguar në rajon. Rama, një lloj si Ramaduro, një lloj si Maduro, përzen qytetarët nga vendi vet. 40% të shqiptarëve kanë ikë gjatë regjimit Ramës, kundrejt 20% në rastin e Venezuelës. Pra, vërtet gjeografia është krejt tjetër, vërtet përmasat janë të ndryshme, vërtet rezervat e naftës janë të ndryshme, por ngjashmëria midis Ramaduros dhe Maduros janë identike, vëllezër siamez, në raport me drogën, në raport me demokracinë, me shtypjen, në raport me qytetarët dhe interesat, grabitin e tyre. Ndaj dhe i them dhe njëherë, jep dorëheqjen me njëherë, jep dorëheqjen sepse do të dorëheqin dhe mos harro kur 20 shkurtin, se çfarë din shqiptarët të bëjnë me kultet e rreme, me kultet satanike. Pra jep dorëheqjen. Dhe Syri Televizion, kisha dy pyetje zoti Berisha. Nëse do të shkojmë në skenarin që Shqipëria mund të ketë zgjedhjet parakoshme, a është e gatshme Partia Demokratike ty në këto zgjedhje pa një qeveri teknike? Dhe pyetja e dytë, prej kohësh po qarkullon